Kjo është realiteti këtyre njerëzve, shikojeni kënd promovojnë. Ejupe Sikhtijani, rahmetullahi alejhi, ka thënë, ahlul bid'ah yaktumuna kullu shay'in illa al-khulwa. Njerëzit e bidatit po mundohen çdo gjë me fshehur, përveç se shoqërinë, së ne fshehin. Ku ta fusin në xhep? S'mundet. E merr guximi me shhuri dhe refuzon dietarin edhe hulumtuesin sipas këndvështrimit vet prap, do kthehemi do vim në kafundi, e refuzon Kardawin, me shhuri e refuzon Kardawin duke i thënë pse i përkufizon ti këto operacione vetëm brenda Palestinës. Kjo nuk kuptohet, domethënë se Kardawi ka dhënë fetva se këto operacione vetvrasëse janë të lejuara vetëm brenda Palestinës. Me shhuri revoltohet këtu. Pse ti përkufizosh këto sulme vetvrasëse vetëm brenda Palestinës? Prandaj organet shtetërore, institucionet shtetërore të Kosovës duhet me pas kujdes dhe me qenë ma vigjilent kënd e lajnë me hyjë në shtetin e tyrve. Se nesër munden të kështu lloj fetvajesh me i qu fëmijët e muslimanëve në këto treva kurban. Paramendohet domethënë këto fetvaja që ky po i përmend në librin e tij Es-Salafiyun wa Qadiyatul Palestin, ja përmend njërin të fillestarit. A mendoni ju se ai ka me larguat nga këto sulme? Ose është një nxitje për ato sulme? Prandaj duhet me pas kujdes. Dhe prandaj duhet domethënë organet me i njoh ato që e kanë sjell atë njeri në Kosovë, që ta dinë edhe menhexhin e tyre dhe ideologjinë. Edhe nëse po tentohen ato, me na fsheh neve ideologjinë që e kanë në realitet.